Agim Rapaj ka rilindur dhe është rikthyer në krye të Këshillit të Agrobiznesit. I hetuar nga prokuroria dhe i dënuar nga drejtësia për abuzime me grantin japonez për $12 milion me projektin e famshëm 2KR, me Edi Ramën, duket se Rapaj është rehabilituar dhe është vënë sërish në krye të Kash, një organizat që menaxhon shumë fonde për bujqësinë dhe agrobiznesin. Kemi këtu vendimin e gjykatës që ka dënuar Rapajn për shpërdorim detyre. Rapaj është dënuar gjithashtu edhe për falsifikim dokumentash. Kemi sërish këtu vendimin e gjykatës. Agim Rapaj ka pasur probleme edhe me drejtsinë italiane. Kemi këtu letrën e Interpolit, ku Rapaj shpallet në kërkim për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Po ashtu Agim Rapaj u shfaq edhe në bllokun e famshëm Meta Prifti me aferën 700.000 euroshe. Ja pra sa e pasur është e kaluara kriminale me shkelje dhe abuzime e këtij personi. Por asgjë nuk e ndalon rikthimin e tij me Edi Ramën në krye të projekteve për bujqësinë dhe agrobiznesin.